Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse i keni kaluar 40 vjeç, hani ullinj çdo ditë dhe do trajtoni këto probleme shëndetësore. Ullinjt klasifikohen fruta me bërtham të njëjtës familje botanike me qershitë dhe pjeshkët. Ullinjt jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinjt kur janë të pjekur plotësisht. Të dy llojet konsiderohen të pasur me yndyrna të shëndetshme për organizmin. Këtu ju do të gjeni të gjitha përfitimet e rëndësishme që merrni nga konsumi i përditshëm i ullinjve. Si fillim, ullinjt përmirësojnë shëndetin e kockave. Një studim i fundit sugjeron se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore, ndaj edhe konsumi i ullinjve është shumë i rekomanduar për ta. Ul kolesterolin. Acidet yndyrore të pranishme tek ullinjt ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë. Largojnë dhimbjet. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe të dhimbjes. Antioksidantët. Ullinjt janë një burim i shkëlqyer i biofenoleve dhe, sipas ekspertëve, duhet të dini se këto antioksidant arrijnë që të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Janë po ashtu të pasura edhe me baktere të mira dhe të vlefshme për stomakun. Ullinjt përmbajnë Lactobacillus, një nga bakteret më të mira për stomakun tuaj. Sa më shumë baktere të mira që ju të keni në stomak, aq më mirë do të jetë tretja dhe aq më pak inflamacion do të keni ju në organizëm. Efikase kundër rrudhave. Ullinjt përmbajnë acid oleik që e mban lëkurën tuaj të butë dhe njëkohësisht të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe njëkohësisht ajo mundet të largojë rrudhat me të paktën 20%. Ul rrezikun e diabetit dhe të mbipeshës. Këto fruta me bërtham janë të pasur me yndyra mono të pangopura dhe ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Kjo e mirë vjen nëse ju konsumoni ushqime të yndyrshme dhe zgjidhni ullirin dhe nën produktet e tij. Ul oreksin e tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore mono të pangopura që ngadalsojnë tretjen dhe njëkohësisht stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin që ju jeni të ngopur. Konsumimi i ullinjve është mjaft i rekomandueshëm edhe sa më shpesh që të jetë mundur për të qenë në të mirë të trurit tuaj dhe të organizmit tuaj. Nëse dëshironi të konsumoni gjithmonë produkte të shëndetshme dhe njëkohësisht me vlera të larta ushqyese, njihuni këtu me arsyet se pse duhet të konsumoni sa më shumë ullinj. Janë ndër ushqimet më të shijshme dhe që sillin një sër përfitimesh në shëndet. Ullinjt mbrojnë enët e gjakut dhe njëkohësisht forcojnë sistemin tuaj imunitar. Ullinjt, sidomos ata të zinj, janë antioksidantë të jashtëzakonshëm të cilët veprojnë si një pastrues i trupit duke u shpëtuar nga substanca tepër të dëmshme. Ato ndihmojnë në trupin tuaj që të nxjerrë jashtë kolesterolin në mënyrë që të zvogëlojë edhe rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare. Ju ndihmon po ashtu edhe të humbisni në peshë. Ullinjt përmbajnë yndyra të mira, ato për të cilat trupi ynë ka nevojë. Këto yndyrna nuk akumulohen në stacione yndyrore, kështu përdoreni dhe konsumojeni në mënyrë që t'ju ndihmojnë të humbisni peshë. Ullinjt janë një shtesë e jashtëzakonshme për një vakt ose në mes të ngrënies, sepse ata do t'ju mbrojnë në mënyrë të shëndetshme. Ju lehtësojnë dhimbjet dhe ulin gjithashtu kolesterolin. Si ullinjt, ashtu edhe vaji i ullirit përmbajnë antioksidant të fuqishëm. Ullinjt gjithashtu përmbajnë një përbërës të tillë si oleokantal. Ky përbërës njëkohësisht është karakterizuar nga shija e tij e hidhur dhe vetitë e tij të forta antiinflamatore.
Ullinjt janë të rëndësishëm për flokë dhe lëkurë të shëndetshme. Ullinjt dhe vaji i ullirit kanë një ndikim të mahnitshëm në trupin tonë. Ato përmbajnë sasi të mëdha të acideve yndyrore të pangopura dhe omega 3. Këto acide njëkohësisht ushqejnë, ju mbrojnë dhe hidratojnë lëkurën dhe flokët tuaj, përmbajnë vitaminë E, e cila ju mbron lëkurën nga rrezet ultravjollc. Vaji i ullirit gjithashtu ushqen lëkurën dhe flokët tuaj, përmirëson edhe sistemin tuaj tretës. Ullinjt janë ushqime të pasura me fibra të cilat njëkohësisht janë të nevojshme për funksionimin tuaj normal të sistemit të tretjes. Vitamina E dhe yndyrat e pangopura gjithashtu pastrojnë zorrët nga radikalet e lira. Një filxhan me vaj ulliri përmban 17% të marrjes ditore të fibrave, të cilat gjithashtu ndihmojnë edhe në përshpejtimin e procesit të ushqimit dhe shpërndarjen e tij. Edhe pse më shumë vëmendje i është dhënë vajit të ullirit më shumë se sa vetë ullirit, ullinjt mbeten një nga ushqimet më të shijuara në kuzhinë. Ullinjt gjithashtu klasifikohen si fruta me bërtham të njëjtës familje botanike me qershitë dhe pjeshkët. Ullinjt jeshil mblidhen në fillim të sezonit të vjeshtës, ndërsa të zinjt kur janë të pjekur plotësisht. Të dy llojet konsiderohen të pasur me yndyra të shëndetshme për organizmin. Disa nga përfitimet më pozitive të ullinjve në shëndet janë: kujtesë më e mirë. Ullinjt përmbajnë polifenole, një kimikat natyral i cili redukton stresin oksidativ në tru. Ngrënia e një sasie të vogël ullinjsh të shëndetshëm në ditë mund të përmirësojë kujtesën tuaj. Të mirë për lëkurën. Ullinjt përmbajnë acidin oleik, i cili e mban lëkurën tuaj të butë dhe mjaft të shëndetshme. Në fakt, ngrënia e ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe largon rrudhat me të paktën 20%. Përmirëson shëndetin tuaj të kockave. Ndërkohë, një studim i fundit zbuloi se vaji i ullirit parandalon humbjen e masës kockore, ndaj edhe konsumimi i ullinjve përmirëson paraqitjen e lëkurës dhe njëkohësisht largon rrudhat me të paktën 20%. Përmirëson shëndetin e kockave. Një studim i fundit zbuloi se vaji i ullirit parandalon edhe humbjen e masës kockore, ndaj konsumimi i ullinjve është shumë i rekomanduar për kocka të forta. Ulin kolesterolin. Acidet yndyrore tek ullinjt ulin kolesterolin e keq dhe rrisin nivelin e kolesterolit të mirë. Zvogëlojnë oreksin e tepërt. Ullinjt përmbajnë acide yndyrore të pangopura të cilat njëkohësisht e ngadalsojnë tretjen dhe stimulojnë hormonet që janë përgjegjëse për të informuar trurin që ju jeni të ngopur. Reduktojnë po ashtu dhimbjen. Studimet kanë treguar se ullinjt ndalojnë zhvillimin e enzimave përgjegjëse për shfaqjen e inflamacionit dhe dhimbjes. Janë një burim mjaft i mirë i antioksidantëve. Ullinjt, fal antioksidantëve që përmbajnë, arrin të parandalojnë akumulimin e kolesterolit në enët e gjakut. Ulin rrezikun e mbipeshës dhe diabetit. Një ulli ka vetëm rreth 7 kalori, më shumë kalori digjen gjatë tretjes së një ulliri se sa gjatë ngrënies së tij. Për më tepër, ullinjt përmbajnë fibër që ndihmon në tretje. Ullinjt janë gjithashtu të pasur me yndyra të pangopura dhe ulin rrezikun e shfaqjes së diabetit të tipit 2 dhe mbipeshës. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!